Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga kjo studio me të ftuarin tim, i cili është një shkrimtar, përkthyes, me një kontribut shumë të vlerëshëm në letërsinë shqipe. Është kryetar i shoqatës së shkrimtarëve në Shkodër, por ruan edhe një profil të veçantë në si mësues, në mësuesin. Kohët e fundit ai është dhe hartues i teksteve të letërsisë të klasës së 8 dhe të 9 në Maltëzi. Me mua sot në studio është zoti Zia Vukaj. Mirëmëngjes, profesor. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në studion tonë. Mirë si u gjeta, faleminderit për ftesën. Në fakt, është kënaqësi që jeni në studio, sepse gjithmonë zëri i intelektualit, i shkrimtarit, i njeriu që komunikon vazhdimisht me publikun, me kontributet e tij, është më së i nevojshëm, madje i domosdoshëm për një auditor të gjerë njerëzish. Kohët e fundit ju keni botuar tekstet shkollore të letërsisë së klasës së 8 dhe të 9 në Maltëzi. Si u përfshit në këtë projekt? Ky projekt ka rreth 3 vite e gjys që më është ofruar. Në shkollat shqipe të Maltëzi ka qenë nevojshme me bëj një ndërhyrje për rinovimin e teksteve, të themi gati një revolucion në tekstet shkollore. Për arsye se kishte ardhur koha pa paraqykuar tekstet e mëparshme, sepse edhe autorët e teksteve të mëparshme kanë bërë punë shumë të mirë, shumë të madhe, por koha vetë solli që duhej ndërhy për me i rinovu dhe me kanë bashkohor, me kanë në të njëjtën linjë, po them cilësore me librat bashkohor të gjitha vendeve të Evropës. Në kësaj unë u përfshiva në këtë lloj, po them, konkurrimi hapur, që u organizua, u zhvillua nga enti i botimeve të teksteve shkollore të Ministrisë Arsimit të Maltëzi. Ne kemi një mik të mirë atje, është zoti Dimitrov Popović, i cili kontaktoi me mua dhe më ofroi këtë punë. Më ofroi që të futesha në konkurrim. Dhe unë në fillim mu duk angazhim shumë i madh, shumë i rënd, por u futa. U futa dhe punova rreth, po them, 2 vjet e gjys, më tepër, gati 3 vjet, dhe arrita të hartoj tekstet që dolen pastaj 2 tekste për klasën e 8 dhe 2 tekste për klasën e 9. Ju e fituat këtë konkurs? Konkursi u fitu sepse puna u shqyrtu masi që ishte bë, kur kam kryer gjithë punën, kam dorëzuar dorëshkrimet dhe është organizuar, domethënë, shqyrtimi i tyre nga një komision akademikësh me pjesëmarrje të profesorëve të universiteteve shqiptare dhe të Maltëzi. Dhe jo vetëm profesorë të universiteteve, por edhe mësues të përkatës të landeve dhe redaktor të ndryshëm. Pra ka qenë një filter i plot, një filter shumë cilësor që ka marrë në shqyrtim punën që kam dorëzuar. Është aprovu, janë marrë qenime, janë bërë recensionet kanë qenë vlerësuese, maksimalisht vlerësuese. Natyrisht mund të ketë pas edhe në një vrejtje në aspektin e gjatësisë së teksteve, sepse ndoshta unë me dashje kam çuar material më shumë se ç'duhet, në mënyrë që kur të botohet, ata të kenë mundësi me zgjedhë çfarë të donë, dhe ju kam dhënë edhe gjana alternative. Gjej rastin të falenderoj sidomos zotin Dimitrov Popović, por edhe komisionin me profesor shumë të nderuar, pra të Universitetit Luiz Gurakuqi, por edhe të tjerë, të cilët i kanë lexuar me durim dhe kanë dhënë ato vlerësimet e tyre për librat që po flasim. Libri i klasës 8 ka letërsia e klasës 8 ka 2 tekste. Është teksti bazë, teksti bazë ka titullin Arti i fjalës, kështu ja kam vënë titullin se ata kanë qef me ju vënë një nën titull, letërsia 8, por i vënë një nën titull për bukuri edhe për domethënie.
Dhe Horizonte Letrare është libri që shoqëron ditarin e leximeve. Këta janë 2 tekstet e klasës 8. Mbi çfarime dhe kriteri keni ndërtuar këto tekste, profesor? Tekstin e letërsisë unë e kam ndërtu mi parime letrare edhe kronologjike. Pra, kronologjike në kuptimin që letërsia fillon, domethënë, qysh me folklorin, me letërsinë e vjetër, ose edhe me letërsinë antike, siç kemi rastin e letërsisë antike greke, pra edhe për letërsinë shqipe, edhe për letërsinë e huaj është një kriteri kronologjik, pra i vazhdimësisë kohore. Por, sidomos kriteret letrare, që bazohen mbi 3 gjinit letrare, është epika, lirika dhe dramatika, kjo është parimi që nuk kena se ku i shkojmë, dhe pastaj të gjitha janë kritere, po them, letrare, shkencore dhe kronologjike. Këto janë kriteret me të cilat unë kam operuar për me hartu tekstet. Çfarë hapësire letrare përfshin tekstet e hartuara, pikërisht këto, sepse janë të shoqëruara me 2 libra, lënda është me 2 libra. Siç e kuptoj, e para tek arti i fjalës, bëhet fjalë për klasën e 8. Letërsia bazë është kjo. Është baza. Ndërsa ajo hapësirë që jep fjala nëpërmjet letërsisë është tek horizonte letrare. Horizontet letrare. Çfarë veprash pikërisht rrokin këto horizonte letrare? Po, ditari i leximeve i klasës 8 e ka titullin Horizonte letrare. Edhe ditari i leximeve i klasës 9 e ka Dritare e reja. Ditar leximesh janë të dyja, pavarësisht se unë kam vu tituj të ndryshëm në mënyrë që të jenë tërheqës, atraktiv. Dhe jam mundu me gjetë domethënien e horizontit që të hap libri, këtë domethënie ka në horizontet letrare, madje ju kam bërë nga një parathanie të dyjave aty tek fillimi i librit. Këto kanë një lidhje të, po them, organike fare, dialektike, sepse ditari i leximeve është, si të themi ne, aplikimi i njohurive që nxënësi ka marrë në letërsia bazë. Pra, është shoqërues. Po. Pra, aty aplikon në praktik çfarë ka mësuar në letërsi bazë. Aty nuk kam nevojë me i thanë gjej metaforat, sepse metaforat i ka gjetë të libri bazë, por unë them, pra nuk i them çfarë është metafora, unë i them gjej metaforat, sepse i ka mësuar metaforat, ose unë e ftoj me bë ese të ndryshme, libri, konkretisht libri i parë, këtu ka 6 autorë. Janë në fillim fare që i kam vendosur, fillon me Jules Cesarin, tragjedinë e Shakespeare-it, janë tregimet Oscar Wilde, pralla të mrekullueshme. Oscar Wilde, me qira fjala këtu, është më i miri tregimtar prallash, është Naim Frashëri, Bagdi e Bujësia, është ditori Ana Frankut, është Stina Ujkut e Rit Van Dieberston, edhe është Harry Potter. Këta janë 6 libra që nxënësit e klasës 8 duhet t'i lexojnë detyrimisht, dhe pas leximit tyre, këto janë të pajisura me pyetje dhe detyra, janë pedagogjizuar me aparate pedagogjike, me pyetje dhe detyra dhe me plotësime rubrikash të ndryshme. Përfundimisht pastaj kanë edhe vlerësime të bazë për çdo tekst dhe ese që bëhen. Po bën shumë përshtypje hapësira dhe këndi që ju keni zgjedhur me autorët, duke u nisur qoftë nga tradita, por edhe duke shpërndarë në ecurinë dhe ecjen në kohë. Më duket pak veçantësi, duke u mbështetur edhe tek traditat tona, tek letërsia jonë, por duke shpërndarë pikërisht këtë brumë tek vlerat më të mëdha të letërsisë botërore dhe bashkëkohore. Është vërtet, kjo është një ndër punët më të vështira, është përzgjedhja, selektimi i veprave dhe i autorëve. Dhe mas asaj që përmendëm në fillim, mas metodologjisë, nëse ne kemi filluar me prozën, me poezinë dhe me dramën, ne do të shohim se çfarë do të marrim nga proza. Jemi në një çast shumë, po them, të rëndësishëm, shumë delikat, sepse ne jemi në çastin kur mendojmë me përgatit një njeri të ardhshëm dhe me u marr, me kujdes për kulturën e tij. Çfarë do të ketë
në arsenalin kulturor një njeri që po formohet. Dhe kjo është punë e vështirë. Letërsia botërore është oqean, edhe letërsia shqiptare është shumë e gjerë, por në nxënësit ne I përgatisim me njoft letërsinë, teorikisht dhe praktikisht, me njoft vlerat e letërsisë botërore dhe të letërsisë shqiptare. Dhe letërsia botërore fillon gjithmonë me pa përmend ato eposet, edhe eposet, por zakonisht fillon me Iliadën dhe me Odiseen, pra fillon me veprat që quhen poemat e para në historinë e letërsisë evropiane, dhe pastaj vazhdohet sipas periudhave të ndryshme, sipas kohëve, rrymave, nën-rrymave, domethënë letrare deri në ditët e sotme. Por ta imagjinojmë se në çfarë morijet duhet futet njeriu për të zgjedhur atë që mendohet se është më e pashmangshmja për t'u dhënë nxënësve. Dhe kjo është një kriter për të cilin ne jena ndihmuar edhe nga një komision I cili merret me përzgjedhjen e autorëve dhe teksteve. Natyrisht edhe unë si artues tekstesh kam pas ofertën për të qenë I lirë në përzgjedhje, kur ka qenë e nevojshme kam ndërhyr për të përzgjedhur edhe unë. Profesor, unë e kuptoj se pozicioni juaj krahas krijimtarisë që e keni shumë të dallueshme si mësues I letërsisë në shkollën e mesme, është edhe kjo punë është edhe një reflektim I kërkesave që ju keni nga nxënësit që ju vinë dhe formëzimin që ju I bëni pikërisht nëpërmjet kësaj lënde në shkollën e mesme. Natyrisht kjo bisedë është jo vetëm për tekstet që ju keni krijuar për shqiptarët e Malit të Zi, por edhe një si thuash një reflektim për të gjitha ato tekste që nxënësit shqiptar të Shqipërisë mësojnë. Sa aktiv është nxënësi në këtë lëndë, nëpërmjet teksteve dhe lëndës, pa marrë asnjëherë copy-paste nga interneti, nga detyra që për mendimin tim e bën shumë skematik, jo thjesht lëndën, e bën gati e robotizojnë nxënësin. Në këto tekste, çfarë keni pasur parasysh që nxënësi të jetë vërtet një subjekt I asaj çfarë thuhet dhe çfarë mësohet? Unë kam pas parasysh që nxënësi edhe mësuesi të jenë në pozicione interaktive, të komunikojnë me njëri tjetrin e para, dhe e dyta tekstet në praktikat e letërsisë son, brenda teksteve në Shqipëri hartohen prej njerëzve ex katedra që nuk bajnë mësim në shkollë dhe janë të gjithdijshëm dhe kanë një autoritet imponues, pa bo as një ditë mësim dhe bëmet orë në kush prej ty në kontrol të bën gjemën, si thonë këta jugorët, por që tekstet ka një prirje për me I bëm një informacion shumë të njëshun. Merr një tekst letërsie, hartuesit e tekstit, që mund t'jenë ja 4, e kanë dëndësuar kaq shumë informacionin, sa çorodisin edhe mësuesin e lans, dhe çorodisin sidomos nxënësin me mori informacione akademike fare, deri në hollësi që si duhen kurrë gja, janë të marruna prej internetit, natyrisht, janë pedagogjizuar me keqas fort, dhe kjo mu më ka qitë punë gjithmonë, sepse unë jam me libra të shkollës për ditë, duke qenë se jam mësues. Edhe, domethënë, jam mësues dekadash. Gjithmonë I kam vujt tekstet me cilat kam punu, gjithmonë kam reflektuar se si duhej me kenë, dhe se siç nuk janë. Dhe ndoshta kjo vujtje më ka bërë me ndërtu një tekst të qartë, shumë më të thjesht, shumë më të shkurt, shumë më, po them, të kuptueshëm, dhe që nxënësin e vën më tepër në punë. Jam munduar se na kena një defekt shumë të madh. Ne nuk kena harmoni cross-kurrikulare, si I thonë. Ne, për shembull, bëjmë letërsi antike greke,
ta zam viti i dytë i gjimnazit, viti i parë i gjimnazit, po them klasa e 10, po marr klasën e 10, bën letërsi antike greke, kurse historinë bën histori mesjetit. Kjo ka kanë problem dhe nuk lidhen asnjëherë lanet me njëna tjetrën, të cilat duhet i shërbejnë. Bëjmë ne letërsinë moderne, filozofinë, le që s'bëjmë filozofi, bëjmë një filozofi mirane, por aty duhet me kanë, do me thonë me ecë paralel, hap për hap letërsia me filozofinë këtu. Letërsia flet për ekzistencializmin, filozofinë. Kush duhet ta bëjë një të tillë? Ata që paguhen për këtë punë, Ministritë të Arsimit, ata që hartojnë tekstet dhe janë atje me batalione, janë taborë njerëzish që hanë bukë edhe që vinë vetëm ka i herë mu duk se që janë, që s'janë asgja, dhe për këtë arsye noll kjo që noll. Cilat janë pasojat? Pasojat janë tek fakti që ne po nxjerrim nxënës analfabet. Kjo pasojë e vogël është, që ne po nxjerrim për ditë analfabet, funksional si i thonë këta, se e kanë kuptuar edhe fjalën funksional, analfabet funksional. Pra them që dona me bëj gjithçka dhe s'bajmë asgjë. Nxënësit nuk mund t'i futish gjithçka në kërë. Puna është atë që tenton me ja dhanë, atë duhet me ja dhanë duke qenë i sigurt se aq sa i ke dhanë, aq merret edhe merret mirë. Kur e ngarkon me 100 informacione, nuk ka asgjë më të thjeshtë. Ndoshta është një mendim personal, ndoshta jo krejt i drejt, po gjithsesi dua ta shpreh. Më herët mendimi im është që shkolla ka qenë më thelbësore, le t'i lëmë politizimet, ka qenë më thelbësore në ngulitjen e njohurive dhe ato njohuri na kanë mbetur thellë gjatë në kohë. Pse e prishën, profesor? Po ka, do me thënë, ka shkaqe të ndryshme, në bashkë me dëshirën me rëzu diçka të gabuar, na rëzojmë tanë ngërhinën, kështu noll me ne gjithmonë. Na kena pas nevojë me zhduk komunizmin, urgjentisht me zhduk. Shumë vonë kena zhduk. Por bashkë me komunizmin kena zhduk shkollën, kena zhduk bujqësinë, kena zhduk arsimin, kena zhduk rendin mi gjitha. Gjithçka kena zhduk bashkë me ngrehinën e shtetit komunist, pra. Dhe me këtë rast kena zhduk edhe shkollën. Në fillim kur janë bën librat e letërsisë, unë i kam koleksion tan libra që nga 90 deri sot, për çudi. Dhe shifet në atë kohë kush i bate tekstet. Tekstet i bashin do deputet që kishin lexuar shumë lajme për letërsinë në për gazeta, sepse letërsisë kishin lexuar hiç, kishin mësuar ka 4 vargje të fishës përmendsh, kishin marrë vesh se Bilal Xhaferi është, do me thënë, i mallkum, dhe tash delte një i fort, o deputet, o në zëvendësministër thotë, hajtë se e bajon këtë. Një vit delte Bilal Xhaferi. Balada Çame, Tana Bashk. Vitin tjetër delte një tjetër homolog i këtij që kishte bën më parë dhe fut te disa të tjerë. Ai se i diun ja edhe vargje të fishës, dhe u bante lamsh, domethënë. Ktu është bën lamsh. Për arsye se nuk është bën për specialistave. Letërsia deri vonë fort. Ma vonë, mandej kur filloi mu bën serioze, dolën edhe studios të mirë, studios që ne na nderojnë, siç është Ardian Marashi, Sabri Hamiti, Rita Petro, pse jo, të gjithë, Linda Mëniku, pra janë autor me të vërtet edhe të ditun edhe metodist. Dhe fillun tekstet e vërteta. Por shifet që edhe këtu ka shumë rrjedhje, ka shumë gjana që nuk shkojnë, thash për nërlikim të panevojshëm, nërlikimet panevojshme. Aty futesh as në universitet nuk u kërkohen ato informacione që ka për shembull teksti i shkollës mesme. Por edhe i kam pa edhe tekstet e shkollave 9-vjeçare, i kam pa me vëmendje, më ra me i pa i këtë rast, unë nuk bëj mësim në shkollë 9-vjeçare, po i kam pa me vëmendje tana. I kam pa me kujdes. Alter teksti nuk funksionon siç po duket, por ne vazhdojmë, kam ulim që duhet me bë, nuk është ndorën tonë. Këtu dua të ndalem. Ky është teksti i letërsisë së klasës së 8 dhe klasës së 9, që ju keni hartuar me 2 botime, me 2 libra. Është teksti bazë dhe një tekst spjegues me aparat pedagogjik. Është tekst bazë apo tekst alternativ? Ky është tekst bazë. Në fakt, ata nuk e kanë pas luksin me bën alter tekst. Cili është mendimi juaj për alter tekstet? Për letërsinë që marr vesh aq sa marr,
Menimi jem për alter tekstin është menimi që variacioni e ndryshmja që paraqet një tekst prej një tjetrit mund të pasqyrohet jo në metodologji, jo në aspektin shkencor, i cili duhet të jetë i unifikum. Pra i unifikuar. Por cili është alter teksti sipas meje? Alter teksti ose e ndryshmja që ka një autor me një tjetër ose një shtëpi botuese me një tjetër duhet mu pasqyru te pjesët letrare. Pra, ta xam, lazgush për adeci do të jetë lazgush gjithkund njësoj. Por një tekst albasi mundet me marr vdekjen e nositit aty. Një tjetër mundet me marr dremit liçeni. Kjo mund të jetë ndryshimi, por lazgushin nuk e se si me interpretu në dy forma. Dhe ajo alter teksti duhet me kanë vetëm pjesë antologjike, asgjë më tepër. Vetëm pjesa e përzgjedhjes së copave të autorëve. Mendoni se ka dëmtuar pikërisht ky mungesa një teksti bazë pa alternime? Normal që e damton dhe ky damtim pasqyrohet te provimet e maturës. Ka ndodhur para disa vitesh me Albatrosin, edhe doli që ata Baudelaire se njifshin fare, disa tekste se kishin trajtu hiq, dhe metën në Nxanësit humen pikë shumë. Dhe damtun. Si edhe matura e fundit. Matura e fundit ishte miserabilitet fare, ajo ishte turp me pakush, ajo ishte marrë krejt. Ajo ishte turpi i rrallës. Por duhet me unifiku dienit, no. Shkenca a shkencë. Nuk mundesh me shpjegu shkenca diçka eksakte. Kur është sociale, është eksakte aq sa është marrëveshja e njerëzimit për me i qujt gjanat. Në qoftë se i thu hermetizëm, është ra dakord prej tanëve që kjo është hermetizëm. Mrenda hermetizmit, mandej njëri të marrin Ungaretin, tjetri të marrin Montalen, tjetri Quasimodon, të marrin çat don. Por hermetizmi duhet mu shpjegu me të njëjtat fjalë, me të njëjtat terma dhe me të njëjtin informacion për të gjithë. Kjo është pjesa alternative dhe kjo duhet me kanë pjesa e alter tekstit, se nuk mundesh me thënë ti që metafora për Albasin është tjetër gjë, e për Pegin është tjetër gjë, e për Mediaprintin është tjetër gjë. Metafora është metaforë gjithkund. Gjën Buzuk ma Gjën Buzuk gjithkund. Normal, Gjergj Fish gjithkund. S'ke çaj bën. Ke do me marr për Gjergj Fish, nëse do me marr satirën, njëri më gomarin e Babatasit, tjetër Metamorfozis, dikush anëzat e tjerë. Aty je i lirë. Por jo me marrë me pështjellu, deri edhe ndërhyrjet shkencore i kanë të ndryshme. Është turp. Ose mu mbledh tanë bashkë dhe me bajnë liber tamam, me hek dorë prej pasunimit në kurriz të Nxanësve. Pikërisht marrja e njohurive që lidhen në mënyrë paralele dhe thelpsore me periudhat, me autorët, duke e vënë nxënësin tek ajo që është thelpsore dhe pa hallakat, pa i dhënë shtesa njohurish që nuk shërbejnë, ka një ndikim të jashtëzakonshëm në formimin, kulturën, madje edhe në formimin gjuhësor, profesor. E kam parë që ju reagoni jashtëzakonisht me një ndoshta ka herë edhe me një rebelizëm të brendshëm. Nuk shkruhet kështu, po shkruhet ashtu, sepse vetë letërsia është gjuhë e folur, e shkruar. Normal. Gjë që ja pra që por letërsia, gjuha e herë vetë gjuha, edhe pa kanë letërsi, gjuha është vetë letërsi, gjuha është art vetë, ka artin vetë mrand gjuha, dhe me qenë se ka vetë artin mrand, është bëha dhe letërsi, se po të mos ishte vetë art, s'ka se si bëhat art. Pra si puna e tingujve, çdo tingull është i bukur, art është, dhe tingujt formojnë muzikën, kështu është edhe gjuha. Gjuha ka artin e vetë dhe pikërisht për këtë punën nga një herë jam shumë rigoroz në kërkesat që kam ndaj gjuhës. Sepse ka një trend i kohët e fundit dhe trendi për me u marrë gjithkush me gjuhë. Kujtojnë njerëzit se ka që thjesht është mu marrë me gjuhë. Njerëz që s'kan lidhje me gjuhën hiç, mund të jetë agronom, mund të jetë inxhinier, mund të jetë bujk me gjithë profesione shumë të ndryshme, mund të jetë çado. Edhe kujton që është shumë e thjeshtë mu marrë me gjuhën, japin menime
me të ba mu shkri gazit tanë, po hajde mu shëmenen që nuk jeni për këtë punë. Dhe kjo rrjedh manej edhe nga produkti i tyne. Një produkt që pasqyrohet gjithkund. I herë, lene se në rrjetet sociale nuk po i bajnë ku i gjanë fort. Me gjithse edhe aty bajnë shumë dam, sepse rrjetet sociale kanë nekim të madh, por gjuha po përdoret të librat. Bajnë libra njerëzit, po atë ditë gjuhën e shkret. A din kur duhet me shkru njeriu? Njeriu duhet me shkru kur është ngop së njohur i gjuhën. Se gjuha të ban edhe me meditu, me reflektu, është shumë e bukur dhe duhet mu njoft në mënyrë të përsosur. Dhe pikërisht për këtë gjuha dhe letërsia janë pothuajse një. Ju trajtoni mjaft probleme, profesor, ndër më të thelbësorët është edhe hartimi i këtyre teksteve nga njerëz që punojnë për ditë me pedagogjin, me shkollën, duke që e njohur mirë ecurinë e hap pas hap të rritjes së nivelit të nxënësve, jo të vish nga ex katedra, si ju e thoni, sepse përndryshe ka një magazin që mund të gjesh çdo gjë, por që është vështirë të gjesh atë që duhet, thelbësore. Unë kam pësu prej këtyne teksteve. Njëherë moj mend në një provim të maturës shtetërore, kishin marrë një poezi të Nërmjedës. Edhe është të Zoga, një perlë e ati. Mirë po, tu i mos e kuptu gjuhën e Nërmjedës, shpjegimi i fjalës ishte bën gabimisht. Edhe është edhe sot i shkruam në për libra. Aty thotë se ky ka përdorur një gegnishte shumë të amël. Situatë pranverore, thotë, pau se natë nadje, po është një lavrur, kish bërë një shpur. Këta kanë kujtur se lavruri është një burr që lërën tokën. Në fakt aty ishte fjala për urithin. Urithi kishte bërë një si tunel aty. Po hajde gjenja, ata me imledhë tanë, ata nuk dishin gjanë se ç'është kjo punë. Dhe ai është autori i tekstit, është i që imponohet mua. Si mundeni ju, profesor, specialist, ti kanalizoni bukur në esurinë tuaj të përditshme këto probleme që lindin, sepse janë të dukshme? Unë sa herë që i kam ju kam thënë zanzë, unë e baj këtë punë. A shifni këtë paragraf po? Bjerë i veni i kryqat shpesht kështu, edhe nuk kështu. Hapni fletoret, jo hapni fletoret, ja punë se si është realiteti, i kam po atë dantja. Guelfët dhe gibelinet, ose të bardhët dhe të zit, thote. Nuk janë të bardhët dhe të zit gibelint. Vetë guelf dahen të bardhën të zit. Dhe autori tekstit aty, e kishte lanë, mirë për nëzonë si e mësën ashtu. Dikush mund të thonë, jo po qa po i nollë. Nuk nolla zhanë dhe mos me ba letërsi hiq. Problemi është që me bo atë që duhet, me bo mirë. Profesor, ju jeni hartues i këtyre dy teksteve të shkollës 9 vjeçare, klasës 8 dhe 9, për shqiptarët e Malit të Zi. Për shqiptarët e Malit të Zi. Çfarë prisni në fund të këtij viti shkollor ose në ecurinë e këtij libri tek këto nxënës? Të sinqoftë se ata e kanë seriozisht mësimdhënien, unë mendoj që kena bërë një dobi e cila duhet të japin produktin e vetë, duhet të evidentohet. Unë kam ndërhyr, do me thanë, në shumë gjana, të cilat janë gabime edhe në letërsinë shqipe, në tekstet e letërsisë. Kam pa për shembull shumë gjana edhe tek leksiku që përdoret, edhe te metodologjia, edhe tek kanalizimet që u bëhen gjinive letrare. Ajo më ka shqetësuar gjithmonë. Dhe unë ato gjana që kam pa gabim nuk i kam përsërit tek këta libra, që mund kishte kanë një punë shumë e keqe. Pritshmëria jonë është, do them, s'po them shumë e madhe, por është pozitive. Shpresoj të ketë edhe mësimdhënës të mirë. Mali i Zi duhet të ketë. Është viti i parë që ky libër ka dalë në shtator, ka dalë nga Shtëpia Botuese, nga shtypi. Këtë vit është në dorën e nxënësve. Mendoni se duhet vazhdoj kjo linjë edhe në ciklin e shkollës së mesme? Duhet vazhdojnë, ata kanë plan me vazhdu. Uroj që kushdo që t'i bëjnë tekstet të udhëhiqet nga... Ju vetë do të përfshiheni? Nuk e di, por kushdo qoftë, shpresoj që ofrohen njerëz cilësor, sepse po noll një diçka. Po noll një diçka që njerëzit nga dëshira për me fitu,
blejnë të drejtën me botu, blejnë të drejtën me bën libra, blejnë doktoratura, blejnë gjithë qa blejnë. Dhe ky blerësi i doktoraturës ka pushtetin mane edhe me marë qas i takon gjithmonë. Ndodhe dhe? Normali, kjo po ndodh. Pra një doktor shkencash, i pa meritum, ky nuk i lën ata që dinë me punu, nuk i lën me punu, ma. Kja pasoja. Është një të merë i vërtet, pra, kja është... Profesor, po me qenë se ne diskutojmë për tekstet tuaja, të cilët ju keni gjetur hapësirë, keni kontribuar, i keni përgatitur për shqiptarët e Malit të Zi. Si e shihni këtë ndryshim midis këtyre auditorëve Shqipëri, Mali Zi? Dhe mendoni se duhet të përfshiheni në hartimin e teksteve për shqiptarët e Shqipërisë? Unë nuk mendoj se duhet përfshihem, e para punë si herë se nuk me përfshin kush e para punës. Ta thash edhe herë sepse këtu ka njerëz që kanë... Mos po thoni se teksti është një tender? Konkurrim, përderisa është konkurrim, është shumë mirë që është konkurrim, sepse po t'ishte një konkurs i drejt, duhet me fitu ai që ka ba punën ma të mirë. Dhe unë ba me hynë konkurs, se tanë kanë qef me shit men, edhe unë s'po thëmë për me shit men, por nuk kam frikë me hynë në një konkurs. Let t'i kenë ato gradat e doktoraturat sa do nuk me impresionojnë hiq. Hiq farë nuk me impresionojnë, sepse e di se si i kanë marrë, i kanë ble, shkurt, si zarzavatet. Por problemi është që ba me aty, ai që ka ble një doktoratur, ai blen edhe komisionin që i jep vlerësimin me kaluar se me kaluar. Pra jena në ditë hallit. Edhe pasojat janë tek nxënësit. Para 2-3 ditë bile kam botu një diçka për qef, që thote të bëhet drejtësia dhe bota u shoft. Këtë kanë thënë qysh në Romën e lashtë. E ne prap nuk e pranojmë një gjë të tillë. Duhet mu bë drejtësia me çfarë do lloj pasojash që të sjellin në praktik, drejtësia duhet mu bë. Pavarësisht se kanë me pësu horat, kanë me pësu njerëzit e këqi. Le ta psojnë, le të mesin pa njerëz këqi. Por drejtësia nuk po bëhet, kjo është e keqja. Nëpërmjet kësaj bisede ne vërtet u ndalëm tek produkti juaj i fyer, për të cilin keni punuar 3 vite dhe keni fituar në një konkurs në një vend ku s'kam njoft asken. Që është larg pak, jo shumë, po. Por faktikisht ne u ndalëm në atë ku na dhëm ne. Po. Në shkollën tonë. Dhe kjo është ajo që zëra të tillë duhen të jenë më të shumt. Zëra të tillë të mos jenë të pa dëgjueshëm, të pa forcë. Më vjen keq ta them të pa vlerësuar, po vlerësohet vetëm me punën e përditshme, me atë ndjesi të përditshme pune, me atë reflektim që ju bëni në shkollë, me këto nxënës, me pozicionin që keni me letërsinë, me fjalën, me veprat letrare. Ndoshta kjo është një kontribut që pak nga pak ndoshta ato nxënës që janë tuajt, edhe të dikujt tjetër natyrisht, kanë fatin që të ndërtojnë një formim. Vetëm të njerëz që ngushllojnë, sepse nuk jam për ngushëllim, sepse në rregull nuk është se po nuk jam në vujtje, jam shumë mirë në të gjitha drejtimet, por i vetëm ngushëllim janë nxënësit, është mirënjohja e nxënësve. Nuk ka javë që mund nxënësi që dikush ka marrë mjeksi, dikush inxhinieri, dikush AIH, dikush ka fillu punë të tjerë, më thrasin për me nej, për me bisedu, me pi një kafe, janë dhe unë nihem mirë, gjithmonë, e vetmja, dhe me thani, vetmi vlerësim, që më ka ba mu një mirë është vlerësimi në nxënësve. Se ne na brezi vujtu, ne kena ba kabinetin në bogë, në Dugazhini, kena ba me një gazepër. Edhe tash më ngushëllon shumë respekti në nxënësve. Këtu dhe në fakt, aja është vlerësimi ty në respekt apo urrejtje qoftë, është gjaja ma vërtet.
aty merret e vërteta, te nxënësi, te fëmia mandej te nxënësi e te studenti i mirë, vetëm ai janë burimi i vërtetës. Sepse të rritunit me i vra nuk ta thot një fjalë të mirë, as nuk thot lundor askush. Por ama nxënësi nuk i ka komplekset, sepse nuk ka pas kohë mu kontaminu, dhe thot atë që thot. Dhe unë aty kam qef me marrë vlerësimin. Nërsa duket se ju intereson të dini ndryshimet që mund të ketë programi i letërsisë nga... nga shqiptarët e Malezisë, shqiptarët e Shqipërisë. Po, kjo është një kapitull në veti, po të shikojmë të brendia e librit, aty ka autor që ne nuk i studiojmë. Autorët shqiptar natyrisht janë tanë ata që i studiojmë edhe ne, për arsye se janë fëmijë shqiptar, dhe është komunitet shqiptar, por me qenë se janë në bashkëjetesë me komunitetin e Malit Zi, kanë edhe ata shkrimtarët e tyre, të cilët unë i kam respektuar, i kam studiuar dhe i kam pedagogjizuar. Janë disa, më i madhi prej tyre është Petar Njegosh, që është pa themin e rilindas, i themin e rilindje, pra romantizmit evropian i themi rilindje, dhe aja është romantik evropian si Naimi, pra si mjeda e si një pjesë e krijimtarisë fishë e tjera. Pra ky Petar Njegosh ka një libër të madh, ky ka kënë Vladika i Malit Zi, Vladik i thonë sundim ati të mallit të fesë, të, si me thonë, kryeprifti, por kryeprifti në atë kohë ishte edhe si punë në presidentit, ishte më i madhi, por ky ishte prirje të jashtëzakonshme letrare, dhe është i njohur edhe në qarqet evropiane si shkrimtari i madh, bile edhe redaktor i prallave të vëllezërve Grimm. Interesant. Kurora e maleve quhet vepra e tij, dhe unë kam marrë një fragment, e kam pedagogjizuar, kam analizuar në vepër. Pastaj ka shkrimtar tjerë, Dušan Kostić, është një vërtet është një poet racet, një poet shumë i mirë. Te teksti dramatik kam marrë Branislav Nušić. Branislav Nušić është një dramaturg që ngjan Çehovit më së shumti, por edhe gjurmëve të krijimtarisë Gogolit, dhe ka një dramë shumë të bukur, personi i dyshimt. Dhe pastaj ata kanë parashikuar autor krejt bashkohor, është Basri Çapriç. Basri Çapriç është shqiptar nga Ulqini, nuk jeton më, ka vdek i ri, dhe unë kam marrë disa, mandej kam shkrimtar kosovar, mase kam më shumë se programi që kanë shkollat tona, me Ali Podrimin, me Ademi Strefin, Sadme Kulin, Anton Pashkun, kanë disa kryeve, pra Recep Qosin, pra edhe të Recep Qosja kena marrat e vdekja e një princeshe, e tjerë. Paka shumë jam detyru me hapat e sfondin për atë arsye që thash, me qenë se bashkjetojnë, janë dy komunitete që bashkjetojnë me kulturat e tyre, dhe se cili ka përfaqësuesit e vetë. Mali Zi duhet me thanë për hirë zvërtet që ka poet shumë të mirë, edhe sot që po flasim, ka poet edhe të kohës tonë, pra që janë shumë të mirë dhe është, po themi më katë mos me i njoft kushdo. Profesor, hapësira letrare është e pamat. Ju e cilësuat një oqean, ose shumë oqeane, në cilat duhet të marrësh tharmin për të injektuar tek të nxënës në mënyrë që formimi i tyre të jetë gradual me shumë bazë, duke vendosur nxënësin si subjekt dhe duke pedagogjizuar tekstin. Përndryshe njohuritë mbeten në një rang, po e quaj lehtësisht global, por që në fakt mund të jenë të shumta dhe nuk mbet shumë pak, ose diçka e diskutueshme. Natyrisht duke diskutuar me ju ndjeva shpeshherë edhe dhimbjen, edhe rebelimin, edhe kërkesën, edhe punën, edhe gëzimin e punës, edhe zhgënjimin. Të gjitha këto nuk ka si të mos përbëjnë personalitetin e një intelektuali. Po ta kanalizojmë tek personaliteti një mësuesi, natyrisht mbeteni përsëri një
ashtu siç mësuesit janë njerëz të mirënjohur, që përveç se në rastin tuaj jeni një mësimdhënës, jeni edhe më shumë duke dhënë kontributin tuaj si intelektual në letërsi, në tekste, në ndërhyrjen her pas here tek një publik më i gjerë për kulturën, vlerat e letërsisë dhe të artit. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot dhe e quaj vërtet me shumë vlerë diskutimin tuaj, sepse prek shumë çka që nuk kalon pa dhimbje, nuk kalon pa probleme, siç është shkolla dhe letërsia një nga lëndët më formësuese tek kultura e një nxënësi. Edhe fjalia e fundit, fraza e fundit, letërsia është një lëndë që t'jep mundësinë me u lidh me jetën më shumë se çdo lëndë tjetër, pra. Është shumë e larmishme, shumë interaktive, është e paparashikueshme se çfarë mund të bëjë një mësues në orën e letërsisë. Është e paparashikueshme. Është dashuri. Dhe ju hodhët shumë mendime. Unë besoj se nëse dikush do të dëgjonte, ndoshta që kishte mundësi për t'i realizuar, mund të mbajë edhe shënime që të ketë perspektivën e realizimit. Ja, nuk marrën kush shënime për arsye se kanë mend shumë, kanë mend boll. Jo, ajo ideja që lëndët duhet të plotësojnë njëra tjetrën duke u ndalur në periudha, në stade, në zhvillimin e ecurisë njerëzore, qoftë nga ana letrare, qoftë nga ana historike, gjeografike, filozofike, është diçka shumë e bukur, po që Kur e kam biseduar se zgjat me mase, këtë me disa kolegë, jo krahasoshe me kimin dhe me fizikën. Kur ishim në shkollë, maj mend që vite një moment që fizika dhe kimia ishin në të njëjtën temë, me strukturën e, për shembull, të elektroliza, më kujtohet më, të struktura e atomit, atë që bashin në fizik, atë bashim edhe në kimi, ndrysh kuptohet, ndrysh, por ama atë që bën në letërsi duhet po një atë me pas, një atë periudhë duhet me pas edhe në histori. Gjithsesi janë tema pafund. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot. Ju falenderoj edhe unë për ftesën dhe për respektin. Ishte një kënaqësi shumë e madhe. Ju uroj ecuri të mbar në të gjithë krijimtarinë tuaj dhe në kontributin tuaj për shkollën. Faleminderit profesor.